130 milion euro është vlera që shteti shqiptar i detyrohet biznesmenin Francesco Begetti për mbylljen arbitrare të televizionit Agoncem. Për këtë çështje, kryeministri ka pretenduar që asnjë lek nuk do të merrte biznesmenin në fjalë. Ju lutem ndiqeni pak. Ta filloj nga Begetti. Nuk ka marrë asnjë kokër leku ti, Vasil. E di ti? Asnjë. Zero. Dhe është në sikletë të mba sot që flasim. Në procese gjyqësore, penale, është shumë në sikletë të mba. Do me thënë ka zgjedhur kundërshtarin më të gabuar. Por, përtej sjelljes prej Cubi të kryeministrit të vendit, faktet na tregojnë të kundërtën. Gjykata e Brukselit e shkallës së parë në datën 17 tetor të vitit 2024 ka vendosur të bllokojë llogaritë e Shqipërisë në Eurocontrol, para të cilat do të shkojnë për ekzekutimin e vlerës së borxhit detyrimit ndaj Francesco Begetti. Së fundi rezulton që qeveria e Republikës së Shqipërisë i ka kaluar Alp Kontrollit 70 milion euro. Këto para Alp Kontrolli në fakt do duhet t'i arktonte nga Eurocontrolli. Por për shkak të bllokimit që ka ndodhur për çështjen Begetti, lekët mungojnë e përpasoj. Ti që më sheh, unë dhe gjithë ne po paguajmë nga buxheti i shtetit te kompania në fjalë parat që shteti shqiptar i detyrohet Francesco Begetti. Dhe gjithë kjo dhuratë vetëm nga Edi Rama dhe qeveria që ai drejton.